Për herë të parë në 25 vjet Kosova s'po prodhon fare rrymë, ndërsa kompania Kesko njofton qytetarët se nga nesër do të importojmë të gjithë rryman qytetar Kurseni. Kompania Kesko sot ka njoftuar se Keku po përballet me një mungesë të theksuar të prodhimit të energjisë elektrike dhe që orëve në vijim energjia elektrike do të varet krejtësisht nga importi. Kjo është një situatë pa precedent në 25 vitet e Kosovës së pas luftës. Kesko njofton se është informuar për një mungesë të theksuar të prodhimit vendor të energjisë elektrike, që pritet të ndodhë nesër dhe në ditët në vijim. Në rastin më ekstrem, kjo do të nënkuptojë që e gjithë sasia e energjisë elektrike për konsumatorët në Kosovë do të mbulohet përmes importit. Ndërsa mediat më herët kanë raportuar se kanë rënë të gjitha blloqet dhe aktualisht ka 0 prodhim në Kek. Ekspertë të fushës që kanë punuar për dekada në Kek dhe që citojnë mediat, kanë pohuar se një situatë e tillë nuk e mbajnë mend të ketë ndodhur ndonjëherë të paktën jo në këto 25 vitet e pas luftës. Kesko në këtë komunikat thotë se importi një sasie të tillë të energjisë elektrike paraqet vështirësi të mëdha në aspektin teknik dhe financiar dhe ka bërë thirrje për qytetarët që të kursejnë. Megjithatë, importimi një sasie kaq të madhe paraqet vështirësi të konsiderueshme si nga aspekti teknik, ashtu edhe ai financiar. Për të minimizuar ndikimin e kësaj situate, Kesko u bën thirrje të gjithë konsumatorëve që të aplikojnë masa të menjëhershme të kursimit të energjisë elektrike. Çdo kilovator e kursyer ndihmon në ruajtjen e stabilitetit të furnizimit dhe në zvogëlimin e kostës së përgjithshme, që përndryshe do të rëndonte mbi të gjithë ne, përfundon njoftimi.